Buçim në bu, CHI. Bu, CHI. Po. Mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Jemi çapën, si je? Mirë, edhe ku jam keq mirë thëm. Ti je këto njerëzit e mirë që vërtet thonë mirë. E ke parasysh sa të bezdismi janë edhe rob që kur janë keq thonë fillojnë të tregojnë historira kështu. E ti që i thua plaka unë të pyeta sa për të thënë. Ç'a bën? Pyeta sa për thënë ta. E po gjesh më mirë. Si të shkojnë gjërat? Po gjithsi mirë. Mirë themi me punën, me cirkun. Nuk e di domosdoshmë përveç cirkut unë jam marrë dhe me karate. I pjesë e mirë nuk e di akoma. Po para se të kalojmë te këto pjesë të më thojnë çike për personat që nuk të njohin, domethënë kush je dhe me çfarë merresh. Jo, e kisha pyetën domethënë që për personat që do e shohin podcastin dhe që nuk të njohin, nëse mund të prezantohesh domethënë. Atëherë i pjesë e mirë më njohin si Rubi Cirkut. Jo për shkakun se du më tregu që jam artist, as nuk vuj fare për famë. As nuk e kam pas qef këtë që dukem i famshëm, po thjesht nga që e kam filluar cirkun moshë që të vogël. E kam trashëguar nga gjyshi, nga babi, edhe vetë ashtu që jam këtë moshë, për këtë rastin gjithë Rubi Cirkut. Gjë e bukur plakë, domethënë edhe babai jot ka qenë pjesëtar i cirkut edhe gjyshi ka qenë cirkut. Po. I të njëjtë është disiplina që bën ti ose që ti je pjesë të cirkut si quhet. Disiplinat unë në fakt unë jam marrë me disa disiplina. Po ti numëroj po ashtu. Para jam marrë me akrobaci të përgjithshme, si ekuilibër në bambu, pak a shumë ca video që i keni pa ju dhe publiku që i kam pa në Instagram në skena, jam marrë me prestigiatur, magjistar që i thonë. Zhongler, klounat, edhe akrobaci në ajër. Pra bon, 5-6 disiplina në cirk. Akrobacia në ajër duket shumë e frikshme plak. Unë jam njeri që nuk i kam me shumë qef ato lartësitë. Megjithëse puna ime domethënë më çon që të hipim për skela kështu edhe me 10 metra sipër nuk ma mendja se do mësojmë ndonjëherë. Ti hum kot për akrobat. Ja. Nuk e di, s'e kam qef. E maj mend një eksperiencë që kam pasur, që kam hyrë herë në një vinç ndërtimi. Ke parasysh është 6-7 metra ishte ai. Vajta deri atje ku lexonte 45 kështu, nuk ma mbante të ipja. Ai po filloi lëkunde nga era kështu, thash le, po e le nuk e marr mendimin. Po ta kishe provuar su botë. Po mirë, ata kur e mendova vonë ashtu po thosha, po hajde ta mbushë mendje vetes në atë kohë. Po sa vite ke që punon në cirk ose që je pjesëtar i cirkut? Atëherë që jam pjesëtar i cirkut, domethënë kam studiuar 5 vjet, bora studio në cirkut. Studio është si punë shkolle. Pastaj pas studios fillova me kurset me profesorë të veçantë. Edhe prej 15 vitesh jam pjesë e trupës akrobat profesionist, cirkut kombëtar. Kam si profesionist. Cirku më i madh? Urdhë, studiova? Cirku kombëtar është cirku më i madh? Eksakt, cirku më i madh që në Shqipëri është, nuk ka, do në cirku kombëtar e njëjta është. Ka qenë dikur cirku Tiranës, tash është bërë cirku kombëtar. E cirku më i madh është parlamenti. Pastaj vini ju. Shumë dakord me këtë pjesë. Ne duhet mas aty në vit. 5 vjeç plako. Domethënë ti ke sa vite ke? Ta shpjegoj ti zon. Moshën 5 vjeçare u futa ke studio për të bërë shkollën që e them në cirkut. Duke u tërvit me lloje disiplinash, pastaj duke kaluar disa provime, disa teste. Pasi arritëm pikën që i mbarova të gjithë këtë studion, vazhdova me profesor të veçantë për ta them si specializimi. Aty pastaj ku shikohen akrobatët, dikush është për kloun, dikush është për zhongler, dikush është për akrobat. Unë pata i fat mirë se pata dy profesorë që ndihmuan shumë dhe arrita në disa disiplina. Pra, në moshë
derisa mbarova studion, edhe këto kam qenë pjesë, si thosh, pjesë e shkollës cirkut. Pastaj andej u bëra pjesë e trupës profesioniste të cirkut. Për 15 vite ca kam qenë pjesë e trupës profesioniste. 15 vite gjithë ajo kohë, plako, gjithë ajo kohë. Si është situata e cirkut në Shqipëri, plako? Në fakt, momentalisht cirku është në spostim. Nuk do jetë më aty ku ka qenë, në qendër të Tiranës, do bëhet vend tjetër. Momentalisht ne po punojmë, po bëjmë shfaqje në skena të ndryshme, në salla teatri, në për pallat e sporti, në për kinema, sa të ndërtohet e reja. Këtë vite pastaj e bëjmë aty ku kanë qenë palestrat. Po, ku do bëhet kjo e reja? Llafet mira ka thuhet nga zona Liçenit. Thuhet nga zona Liçenit. Çike më duket çike e vështirë se aty e ke parasysh që kanë këto interesat e tyre. Unë shpresoj se të jetë atje për shembull është diçka sipas perceptimit tim shumë e mirë se edhe tërheqin njerëz. Më pëlqente më shumë aty ku ishte në fakt. Në qendër të Tiranës. Më pëlqente më shumë. Do ketë më shumë trafik atje? Si? Nuk do ketë më shumë trafik? Trafik njerëzish, domethënë që do vinë më shumë kur të liçeni sepse është qëndron dhe kjo, qëndron shumë. Po unë thash më pëlqente më shumë mos aty kishte traditën, në qendër të Tiranës, aty ishte cirku kombëtar, ishte muzeu kombëtar, teatri operas, teatri metropol, aty ishin të gjitha. Po dhe te Liçeni thuhet të bëhet teatri kukullave, qendra kombëtare për fëmijë, nuk që do bëhet tjetër, thuhet do bëhet cirku. Po kanë filluar gjë punimet apo thjesht Okej, e mora përgjigjen. Jo. Për cirkun thjesht llafe ka për cirkun. Dorsa për tjerat nuk kam qenë interesuar. Për cirkun deri tash llafe ka. Ne jemi spostu ke qendra Kristal tek komuna e Parisit. Ku ka qenë shfaqje, ku bën shfaqje të apartamentit 2XL, momentalisht është spostu trupa cirkullit aty, bashkë me mua dhe me kolegët e mi. Aty do fillojnë të bëhet shfaqje avash avash. Aty do kemi dhënë. Sa e madhe trupa e cirkut plak? Atëherë gjithë institucionet apo vetëm artistë? Do të gjithë institucionet. Trupa e artistëve, domethënë si fillim pastaj kute 20-22 veta. Kemi qenë më shumë, po e pjesë kanë ikë për punë të veta, kanë lënë, kanë ikë. Kanë shkput. Kanë shkput për gjithmonë. Dhe që jemi 20-22 aq. Kemi më shumë. Po institucioni? Institucioni ka 40. Duke përfshirë orkestrën dhe teknikën edhe këto, domethënë momentalisht ta thash i pjesë janë shkput. Presin të plotësohen vendet që janë bosh. Ata që janë shkput janë shkput se nuk ka pëlqyer apo janë shkput nga ana e kushteve apo të janë shkput, kanë vazhduar jetën e tyre jashtë Shqipërisë. Po si është, domethënë, okay, se ti e prekje pjesën që jeni në lëvizje për momentin, domethënë, po me aty ku jeni, ato që keni, domethënë, si do ta përshkruaj ato gjendjen momentale të cirkut më? Është domethënë jo komode, nuk është komode, as pa komode kjo, por do të përpiqemi të japim më të mirën. Momentalisht me çka kam pa domethënë po fillon të rregullohet dhe skena aty të bëhet pak e përshtatshme për cirk. Do bëhet dhe salla tjetër për psifikime për palestrat tona. Domethënë rutina ime aty do jetë tash për ditë. Po. S'ka tjetër. Mirë, të paktën është më mirë kur janë gjërat afër siç e the ti se të ndihmon domethënë për të planifikuar ditën, po si funksionon pjesa e honorarit tuaj, domethënë pjesa e pagesës, domethënë që është paguhen artistët aq mirë sa duhen ose ka konkurrim apo si keni kontratat? Profesionistët janë në rrogë mujore, profesionistët. Unë dhe disa tjerë që jemi profesionistë, aty jemi të trupës strukturës cirkut, jemi me rrogë mujore. Pjesa tjetër pastaj janë me honorare, sa bëjnë ai kur performojnë shfaqje, paguhen. Kur nuk ka shfaqje, më fal se ta shpjegoj mirë, pjesa tjetër, them pjesa e amatorëve të quhen thonjza. Se ato kanë të vetën, ato kanë vlerësimin e vet. Po, se unë nuk e marr për këtë fjalën amator. Amator është gjë e bukur.
Biles mund vjen mirë se kam parë ka dhe shumë grupe amatore në për Tiranë, edhe në për Shqipëri me çka kam parë ka shumë grupe amatore. Madje edhe në palestra i kam parë që më ekzekutojnë performanca cirku, me fjongo, akrobaci. I kam parë domethënë, më vjen mirë për këtë pjesë. Është gjë e bukur, unë gjithmonë i kam pasur shefun, kam bërë gjimnastik për një periudhë shumë të shkurtër, për një 5-6 muaj që s'është asnjë gjë, se nuk është se u futa tamam në konkursin e disiplinë, po prapë ishte vërtet gjë e bukur. Aktiviteti fizik është goxha vetë vlerësues, e kam parasysh. Që të bën ndihesh mirë. Do ta keni çik me qef, sa po se patë me qef. Ja, normalisht. Qofse po se patë me qef është ajo vlen për çdo lloj gjë, pastaj qofse se ke me qef le, mos absolutisht. Kot harxhon kot, po domethënë pas ka dhe interes. Shiko, faktin se unë nuk jam edhe nga Tirana, tani nuk jetoj fare në Shqipëri, domethënë normalisht nuk i njohin shumicën e këtyre gjërave, dhe unë jam nga Berati, domethënë unë se mbaj mend na kemi pasur apo s'kemi pasur ndonjëherë ndonjë gjë atje, nuk e di, s'mbaj mend ndonjë cirk atje. Në Beratë këtë pasur edhe normalisht jemi çik përpambetur nga kjo ana se nuk e kemi idenë, domethënë që nëse si kanë funksionuar ose se si jepen shfaqjet edhe doja të pyetja. Po. Jo, në fakt cirku Tiranës them ka pas bërë turne në gjithë Shqipërinë. Në Durrës, në Berat, në Vlorë, Fier, në Shkodër, dikur cirku Tiranës gjithë Shqipërinë ka pasur. Po lidhur me këtë, domethënë si është interesi i njerëzve plot? I publikut? I publikut. Mirë është, nuk është keq. Goxha mirë është. Madje në kohën kur tash që jemi mes postim, vinë gjithë na pyesin kur do filloj cirku, Domethënë është më mirë se s'ka qenë apo më keq se s'ka qenë? Urdhë? Është më mirë apo më keq se s'ka qenë përpara? Publiku më mirë është. Më Ka më mirë. shumë po. Ka më shumë interes. Madje unë shoh edhe këto postimet e mia që i fus në Instagram, disa video vjetra e tanishme thonë ku jeni se na ka marrë malli shumë, na ka marrë malli, ku jeni thonë. Shkruajnë edhe njerëz që nuk i njeh fare. Dashamirës. Si është ndarja në publik me aq sa mund ta kesh ti idenë, se nuk e di, domethënë sa e ke idenë për to, po janë shumica njerëz që vinë rregullisht në publik apo ka edhe njerëz që vinë për një shfaqje tek? Shiko. Kur domethënë natën e parë të premierës vjen lloj njerëzish, lloj publiku, edhe publiku s'ka qenë ndonjëherë në cirk, se ka kuriozitetin me pa. Pastaj kujt i pëlqen bëhet i rregullt, kujt si pëlqen pastaj gjetet vetëm me publikun e rregullt. Po përgjithësi kam parë që kanë shfaqur interes. Kanë shfaqur interes kam parë. Ajo është gjë e mirë vërtet, po ka anë marketingu kjo institucioni vetë, domethënë që i shpërndan shfaqjet gjëra? Ata keq nuk e ka. Thjesht ekziston faqja e cirkut në Instagram, cirku kombëtar, po nuk menaxhohet mirë. Është shfaqje keqësisë, këto që janë është show, le të themi, është show, është shfaqje. E normalisht shfaqjet e duan marketingun e fortë. Shumë kemi po vetë në artistët nga ana jonë. Sa faqja e institucionit. Nga jam nuk i vetë faqe, se me këto trazijat që ka pas institucionit tash nuk ka pas edhe kështu vend për marketing. Po edhe kur ka qenë institucioni në rregull, prap faqja e cirkut kombëtar ka punuar, nuk ka punuar mirë fare, ose për këtë marketingut. Është vërtet për të ardhur keq, unë ta hamendësoj se sa e rëndësishme mund të jetë marketingu për industrinë të tilla që bazohen vetëm tek shfaqjet. Dhe normalisht një marketing i mirë është shumica e gjësh që ti marrësh njerëzit aty se pastaj do i kënaqësh, pastaj ja lën dorë artistave, po nuk të ecën njerëzit është e vështirë pastaj. Po shumë kemi bë marketing vet në për adresat tona me miqtë tonë për televizione. Për televizione, për radio, më shumë kemi bë vet nga pasioni jonë që kemi. Nga pasioni edhe nga dëshira për ta mbajtur këmbët e institucionit.
Mund të vlen kjo si gjë për të gjithë ata që janë pjesë e cirkut, janë të gjithë ata që janë aty e kanë me pasion, e kanë me qef. Përderisa e vazhdojnë cirkun, dihet që kanë pasion. Derisa e vazhdojnë. Okej, dakor, dikush e ka më shumë, dikush e ka më pak pasionin. Ka pastaj edhe nga ajo pikë, për shembull, që fillojnë to konjunktura, to brylat, ke parasysh që kanë siç e ka kjo punë, domethënë, por pazarar. Pazarar. Jo, ajo është e rëndësishme. E rëndësishme është të jetë pazarar, pastaj normalisht ato në çdo lloj pune, diku më shumë, diku më pak, ato janë gjëra që ndodhin. E vërtet. Me 5 vjeç, the që ke filluar atë pjesën e kursit, domethënë ose të shkollës, ose të institutit. Studios. E ke pasur dëshirën vetë apo ka qenë diçka që të ka marrë ytat me vete? Në fakt dëshirën e ka pas vetë, do të ta shpjegoj tamam, unë cirk kam hyqur 2 vjeç e gjysmë me pa çfaqe. Aty u rritam hynin gjak ai profesion. Pastaj duke pa pse mos bëhem zonë artist cirku, kam hynin gjak vetë. E kështu fillova, domethënë futa ke studio cirku, dita parë, okej, s'ka qenë shumë e këndshme. S'ka qenë as pak e këndshme. Ka qenë e lodhshme, e frikshme, jo për sparkata, ura, jo që për i fëmijë nuk janë fare të bukura, janë frikshme. Po me kalimin e kohës u ambientova. Cila është një nga kujtimet më të bukura për shembull që ke nga pjesa e fëmijërisë ku ke qenë te studio akoma? Ose disa? Pjesa më e bukur. Në fakt testet kanë qenë, u kalonin testet. A kalon diçka kështu? Se kemi pas i herë 6 muaj test. Domethënë, janë 6 muaj bëhet testi 2-3 ditë rresht. Një ditë për akrobaci, një ditë për disiplinë tjetër, një ditë për disiplinë tjetër, i pëngjesh, ato emocione, ato po bëhet, do kalojmë, as do kalojmë. A do fitojmë, as do fitojmë, kështu. Po don, kur mbaron ishte kënaqësi e vërtetë. Edhe pjesa më e bukur pastaj është kur fillova profesionist, që hyra ke trupa profesionist, ai ishte tamam pjesa më e bukur. Ajo është pjesa më e bukur, ëh. Edhe sot je mirë pritur mirë me ato kur je futur? A pjesa më e madhe ja. Jo, nga pjesa më e madhe. Përveç 4-5 vetave që i kanë qenë profesorët e mi, dy për cilëve ishin profesorët e mi, edhe 2-3 kolegë tjerë që me pritën mirë. Pjesa tjetër jo pastaj. Siç e ka, domethënë, një artist që kalon eksperiencë të prit ku po na vin këto, ke parasysh. Normalisht është një çka profesionale. Ato nuk e kanë vetëm artistat, jo, edhe në industrinë tonë e kanë shumica, inxhinierat që janë pleq për shembull, kur sa i vin të rinj i therin direkt, që i bëjnë ja nxin jetën në ato muajt e parë. Ashtu është. Po vetë ka pas ndryshim, ka pas flok atëherë. Normalisht. Domethënë sa vjeç ke qenë ti kur je futur profesionist? 19 vjeç. Që të kuptoj një gjë unë tani, ti nuk ke qenë në shkollë normale si njerëzit, ke qenë në shkollë cirku apo ke qenë në të dyja? Jo. Shkollë normale kam qenë si gjithë. Para ditë isha shkollë normale, mas ditë vazhdova studion e cirkut. Shkollën. Domethënë pas ke pasur ngarkesë të dy fish. Ngarkesë ka qenë. Ngarkesë po me kënaqësi e bëja. Shkoja me kënaqësi në cirk. Po të ka penguar ajo kështu në shoqëri për shembull në lagje kur ke qenë fëmijë ose në adoleshencë, fëmijë i ri kush mbajnë me gjë nga fëmijëria, po ideja është kur je adoleshent që ke qejf të dalësh të bësh. Adoleshenca, më thonë drejtën ka jo shumë, po më ka penguar, po jo shumë. Për shembull oraret që do të isha me shoqërinë, oraret e masditës duhet isha në kurs. Ato 3-4 orashin do të isha në kurs, po prapë kompensoja me oraret e darkës pastaj. Po. Okej. Do fleja pak gjumë, do ishte të merr, do të çojë të nesër do ikja në shkollë prapë. Si shoqëria jote, domethënë edhe këto, sidomos çunat, domethënë në pjesën që ti ishe artist cirku, edhe më mendoj që edhe çunat e tjerë nuk duken që në artista, siç janë shumica jonë që si jemi artista. Nga shoqëria ime janë sjellë goxha mirë, shumë të respektueshëm.
kanë dashur me gjithmonë shumë fort, edhe i du fort, se janë sjell tepër të mirë me mua. Kam marrë donë si më i përgëdhelur, ke parasysh? Jo, ajo është shumë gjë e mirë, të bën të ndihesh mirë, domethënë edhe më amë se të jepë fuqi për të tjera gjëra. Patjetër, normalisht. Shumë interesante. Shumë interesante. Përpiqem. Po, dhe i përmendë pak më përpara, domethënë që ka disa vende vakante. Kur ka vende vakante, a ka dhe aplikime aty? Interesohen njerëzit? Po, ka aplikime, çfarë pash, domethënë to ditë që u ashtu pash janë disa çuna goca të ri që janë pretendentë për të futur. Edhe besoj unë tash, me çfarë mendoj, me shumë shpejt domethënë ka lënë to rregullohet skena, rregullohen gjitha, besoj se do fillojnë ato. Do plotësohen vende vakante. Besoj unë këtë kam nga mina ime tash, nuk është nga institucioni. Po, e kuptoj. Dhe me çfarë shoh situatën, kështu më duket mua, sipas situatës, kështu është. Po, në për këto pjesët e studieve, nuk e di nëse ke dieni apo jo, ka mjaftueshëm studenta ose nxënësa të rinj, domethënë që futen në institucion? Ka mjaftueshëm, me çfarë kam pasë kam punu disa kohë ke studio me profesorët e studios, jemi miq edhe kemi shkëmbitur me eksperjenca. Unë duke dhënë eksperiencën time si artist, jo i vjetër, se jam i vjetër, jam shumë i ri, 15 vjetë artist. Duke dhënë eksperiencën time si profesionist ke studentët, edhe duke marrë çik eksperiencë nga profesorët, për ndoshta në jetë mund të kaloj profesor, ndoshta, kjo që më nuk pëlqen se duhet të jem artist gjithkohës. Po që kam parë që pas goxha studenta, ka çuna e goca, goxha talentuar janë. Pse s'të pëlqen përsa profesorët plahën? Nuk do që dihet që ti ke marrë ti ja jepë dikujt më vonë? Në fakt më pëlqen më shumë të jem artist, tash kjo që thëni duket sigurisht jam egoist, duket sikur të jap profesionin dikujt. Nuk e kam fare këta, jo. Ne jap dhe me shumë kënaqësi profesionin. Me shumë kënaqësi. Madje unë jam nga ato çuna që edhe grupet amatore i kam ndihmuar që të gjithë. Që të gjithë i kam ndihmuar. Nuk e kam parë kurrë me ata që të gjithë i kam ndihmuar, çunat e gocat bashkë. Maj se kam pas mundësi sigurisht. Normalisht, ajo është gjë shumë e rëndësishme, domethënë sepse sidomos në të artit, domethënë jo vetëm ndihmë profesionale, po dhe me fjalë të mira i kam mbështet, edhe nga ana morale i kam mbështet, i kam suportuar shumë. Ndryshe nga disa të tjerë që e di edhe normalisht me që e the edhe vetëm përpara, domethënë që ti nuk i përket brezit vjetër, i përket brezit të ri, edhe unë e shoh nga njëra anë sigurisht edhe detyra jote, siç është detyra ime për shembull në industrinë ku unë punoj, që mos sillesh siç sillen ata. Domethënë që edhe ata që vinë mos të ndjejnë si u ndjeve ti në fillim kundrejt atyre, kupton, po ta ndryshoshin çik. Absolutisht. Absolutisht. Unë kam qenë gjithmonë shumë dashamirës, edhe me të rit që kanë ardhur 10 vjet mas meje, apo 12 vjet mas meje që ka pas disa prurje, kam qenë shumë dashamirës, edhe jo vetëm me të rit, por edhe me amatorët, edhe jo vetëm me pjesët e cirkut, me çdo pjesë e artit apo sportit, se cirku është edhe art dhe sport. Shumë herë kam pas raste të bashkëpunoj edhe me artistë, edhe me balerinë, edhe me aktorë, edhe me sportistë, me gjimnast, me vëllë ndryshme, kam pas mundësi të bashkëpunoj me shumë njerëz. Them se kam dhënë më të mirën, them, po nuk du t'i pëlqej vetes, se rita thon tjerët. Si është të përzihesh me kaq shumë lloje njerëzish, me kaq shumë lloje profesionesh, si është? Në fakt defekt teknik, s'ka problem. Jo, në fakt po thonim eksperiencë shumë e bukur. Ku ndërthuar një performancë cirku me balet apo me aktrim është gjë shumë e bukur. Ose ta kapë me krau tjetër një performancë cirku me gjimnastik apo me sport tjetër, si tash kam punuar edhe me karate. Jam marrë me sport të karates disa kohë. Po atë kam parë pak te Instagrami. Të ndalojmë çito këtë pjesë e karates. Domethënë sa kohë ke bërë atë karate dhe pse e ke lënë? Jo, në fakt kjo ka nisur shumë me karate në shfaqjen cirk, ishin një pjesë. Po bënim një bashkëpunim me disa aktorë. Po ndërthuaj çik cirk me aktrim.
Edhe një nga ato të publikut ishte i profesor karateja. E marrëm çfakin edhe më takoi si je. Gjatë përgjithshëm më pëlqeve. Faleminderit shumë. Unë duket se të njoftë tash, unë duket se profesor karateje. Po sa don pra të punë edhe. Pa kam qenë vishtë afrosh karate janë. Faleminderit shumë tash, po të dia emën për punë tash, se më kam pyetur disiplinë. Po ta provoj, dakor, e kisha edhe me qejf, e provova, vazhdova goxha, nuk është ne kohë e madhe shumë, me vite gjysmë 2 gati, vazhdova, punova. Arrita edhe me ndeshje, bëma edhe ndeshje. Okej, sigurisht nuk fitova se si isha, dhe kundërshtari ishte me eksperiencë shumë të madhe. Ndeshjem jo të rangut lartë, se ma ishë kosa kisha unë, dhe të rangut lartë. Po që është kumë goxha mirë, pastaj erdhi momenti, thash, unë duhet i përkushtohem më shumë cirkut. Edhe shumë paqësisht, shumë miqësisht, edhe me keqardhje u shkputa nga karateja. Dhe vazhdova prapë vetëm me cirkun. Që aktualisht momentalisht vetëm me cirkun, po me jam akoma, të shti. Do të thënë ti te cirku je full time, do të thënë nuk ke aktivitet tjetër, e ke komplet të përkushtuar te cirku, po. Momentalisht po. Momentalisht. Më vonë them të bëjmë diçka tjetër part-time. E ke menduar, ke ndonjë plan specifik? Kam menduar, po të le të lejmë kështu tip surprize. Suspanse, lëmë suspanse dhe ta presim. Po, shumë bukur. Që e bukur, plako. Unë thjesht unë kisha kuriozitetin jashtëzakonisht shumë të madh, domethënë pasion nuk kisha asnjë lloj informacioni. Edhe me gjimnastik. Po, ke klub Partizani. Para se shkoja ke studio, shkoja 1 orë gjysmë duke klub Partizani, bashkë me 1-2 kolegë që na pati përshtypjet një profesor gjimnastike. Mbas gjimnastike pastaj shkonim në cirk ke studio. Kasim për ato fillimet. Pastaj kam pas dhe bashkëpunime tu para vitri erdhi një koreograf italian. Tha, kam qenë dëshirë të bëj bashkëpunim me ty. A je Rubi ti? Po, Rubi jam tash. Më kanë thonë që je mjeshtër, je kështu, je ashtu. Ja, më të kanë rreti, thash, ose nuk jam unë që mendoj. Po jo, unë me ty du të bashkëpunoj, fillum, po një bashkëpunim shumë të mirë me balerina dhe me akrobate, ishin nga Italia dhe nga Bielorusia. Bëm një show, ku doli goxha mirë, tek Mac Albania Hotel, shumë mirë shkoj. Kam i pritëm mirë, ishte bashkëpunim dhe eksperiencë shumë e bukur. Më bëhet qefi. S'kisha ndonjë herë isha vetëm shqiptar në bizë gjithë kujve. Se okay, ka pas bashkëpunime, u kemi shkuar me cirku jashtë, po kemi qenë pjesë grup shqiptarësh dhe pjesë tuash. Po këtë herë vetëm unë shqiptar tek Pol. Kisha të ishte italian, bielorus, ukrainas, kështu. Të duki çuditshme, e kishe të vështirë apo? Jo më fare, bjes punova me shumë kënaqësi. Me shumë kënaqësi punova. Është gjë e bukur kur bie në kontakt me kultura të tjera. Shumë e bukur është. Është goxha eksperiencë e veçantë. Shumë. Jo, të dalim domethënë që nga kjo pjesa domethënë të përshëndrimit të ty, në të futemi në pjesën e përgjithshme, pasi unë gjithmonë i trajtoj këto gjëra në një lloj farë mënyre ose në një masa të ndryshme domethënë në podcast. Si të duket në përgjithsisht domethënë situata aktuale në Shqipëri, domethënë edhe ose e thënë më ndryshe, ta bëj pyetje më ndryshe. Cilat janë 3 gjërat më të rëndësishme për shembull që duhet të kenë merak njerëzit ose që po ndodhin momenti në Shqipëri? Situata e rendit e para duhet të jetë. E para e rendit duhet të jetë shëndetësia, ekonomia. Ose më saktë, shëndetësia, rendi, ekonomia. Është e ndjeni ju në industria juaj këtë pjesën e ikjeve të rinjve apo nuk e ka kapur direkt? E ka kapur, e ndjem dhe ne. E ndjem. Edhe këtu e ka kapur pjesën e cilë ka kapur. I pjesën një e largu nga situata ekonomike. Kanë qenë shumë talentet mirë, çuna e goca shumë talentet mirë, kanë punu një vit 2. Pra kur them një vit 2, them që ato sa kanë dalë nga studio,
ka qenë kulmin e vet. E kam pa që tu s'kan, jo se s'kan në gjë, nuk anë ekonomike ka qenë dobët. Edhe është për ta. Pasur nga ata që kur janë larguar, atje ku kanë shkuar, janë futur në cilë? Aty desha me dal. Atë desha me dal do dal. Është për ta keq që ato talente që i kemi ne shkojnë t'japin performancat e tyre nëpër botë. Okej, dakor, është e drejta secilit të bëjë, por është gjunafshë mos ta japin këto vende, jo gjunafshë vendi jo mos i marr, mos i trajtojnë mirë këto talent. Qa fatkeqësi e kur e mendon, thënë. Okej. S'ke që bë. Jo se ata që ikin nga një pjesë e mirë atyre që ikin shumica dërmuese atyre nuk do ikën nëse kushtet do ishin, kupton? Pak janë ata që edhe kur kushtet janë të mira prapë duan të ikin. Absolutisht. Shiko, domthon ana profesionale se un kam punu. Okej, nuk kam punu, se kur thu kam punu i bisu kam jetu shumë vite anë, un kam bashkëpunu dhe me cirkun e Italisë dhe me cirkun e Belgjikës. Profesionalisht ne nuk kemi keq, jemi goxha mirë. Ne shqiptarët, cirku jon ka qenë goxha mirë dhe vazhdo të jetë mirë profesionalisht. Pastaj ana dhe kushtet pastaj ndryshojnë shumë. Ndryshojnë goxha. Që ti e madh. Ti e madhe se këto janë gjëra për shembull nuk është se janë 20 apo 30 thirrje në Shqipëri dhe është e vështirë të mbash, për momentin njëri është edhe logjika do të thonë do të ketin çik vëmendje. Jo vetëm Shqipëri, por gjithë Ballkanin. Në gjithë Ballkanin, as Kosova nuk ka cirk kombëtar, as Malizi, as Maqedonia, as Kroacia, as Serbia, vetëm Shqipëria ka cirk kombëtar. Dhe është gjunaf që paktën për këtë arsye do t'i kushtonin më shumë vëmendje. Paktën për këtë arsye. Ata mirë që se kanë privatizuar. Se bjes me çka kam pa, unë domethënë nëpër Ballkan po mundohen shumë ta ngrenë një cirk. Ne e kemi, s'po du me majt. Ne ashtu e kemi, me çdo lloj gjëje të mundshme, ne i kemi, do t'i shkatrojmë një herë, pastaj fillojmë nga zero. Shqohen për shkatru. Është thjesht për të ardhur keq, domethënë. Por që përmendë atë pjesën e mjekësisë. Keni juve të cirkut domethënë kontrollet ose përkujdesin e shëndetësor? Momentalisht jo, dikur kemi pasur, tash nuk kemi. Që është duhet ishte patjetër shumë e nevojshme të jetë pjesa mjekësisë ke cirku. Duhet të jenë minimumi 2 mjek apo ose infermier të jenë për çdo gjë. Nuk ka, momentalisht nuk ka. Dikur kemi pasur. Nuk e di pse përfundon deri në këtë pikë që s'kemi test, s'kemi atë. Vetëm s'kemi arë të më thonë. Vetëm shumë, është për ta shumë keq, kjo gjë. Është vërtet për të ardhur keq, sepse arti është gjë e bukur, por arti i lehtëson përditshmërinë çdo njeriu, është pjesë e pandashme e jetës së gjithë secilit, edhe kur e vret arti normalisht e vret edhe kështu se normalisht nëse s'ka opsione të tjera do ikin njerëz dhe shikojnë Big Brotherin e leshi freshi. Ose është një çik kështu, domethënë vrazhd ose keq për ta thënë, po kështu është, se nëse do kishte investime të mëdha, nëse do ekzistonin domethënë high quality salla, mjete, shërbime për cirke, teatr, teatri, normalisht do shpërndaheshin çik. Gjitha nuk do fokusoheshin të gjithë tek një trash TV. Në fakt domethënë se ajo që të përmenda pak më përpara, mund vjen mirë që shikoj shumë grupe që tash në palestra janë mundohen bëjnë akrobaci, i kanë mësuar nga gjimnastika, nga baleti, nuk e di më si i kanë mësuar. Ai ka mësuar vetë kanë pa nga YouTube, dhe vjen shumë mirë që shikoj shumë grupe, çuna goca, moshave ndryshme, që bën pasion atë gjë, nuk e bën për punë. E bën me pasion edhe më vjen shumë mirë kur i shoh. Madje po mendosh ai sa mos shkoj ti ndihmoj. Po mendosh ato do të gjësh më butë ndihmoja.
Disa duhen më shumë njerëz të tillë, domethënë që kanë këtë ndjesinë, çfarë mund të bëj për të ndihmuar pa pasur asnjë interes vetjak. Duhen më shumë njerëz të tillë. Thjesht nga pasioni, nga dashamirësia. Unë vjen mirë kur shikoj njerëz që merren me art, me sport. Se ajo pjesë, unë jam rritë të thash, sigurisht dhe arti dhe sporti, ka të dyja bashkë. Mua më pëlqen zakonisht pjesa kur njerëzit merren në diçka që duan, qoftë art, qoftë sport, qoftë biznes, qoftë politikë, çdo lloj gjëje që të bëjnë diçka që duan, mua më bën qefin, domethënë se robi që njeriu që bën diçka që e pëlqen, rezaton në fytyrë, është i qeshur, e kupton, nuk e vërtet. Kur e bë diçka pa dëshirë, je kështu si prapë. Me kështu që hajt më, ta shtojmë. Kur të bie ta heqësh ka të më s'ke çfarë bësh. Hajde të shpresojnë për më të mirën. Po sa shpesh bëni shfaqje juve? Atëherë, domethënë, fundjavët e mia kanë qenë gjithmonë full me shfaqje. Fundjavët, kur kanë qenë në institucioni në këmbë akoma, pashi të votës postime. Ne si rregull kemi shtunë diel shfaqje. Ose pas dite ose mas dite. E varet si mund të jetë. Parasysh ose është një rregull. Plus gjatë javës, ditëve të javës kur promotohen skenat, qoftë nga shkollat apo qoftë nga një institucion që ka qef të shohë shfaqje të tilla, bën promotime dhe edhe atëherë bën shfaqje. Ose kur shkojmë për turne jashtë Tiranës, në trastisit ditë martë, ditë mërkure, ose ditë tentë, premte, nesër do kthehemi në Tiranë prapë shtunë diet shfaqje, kanë 4 ditë rresht shfaqje. Flas për shfaqjet e institucionit. Ata shfaqjet e tjera privatisht ka pas raste ka pas 10 ditë rresht shfaqje. Shqyr. Unë shpresoj që kur merr pjesë në gjëra të tilla, domethënë të jetë edhe honorari ashtu siç duhet, që të paktën t'ia vlej. Se unë e kuptoj që ti e bën me qef, domethënë edhe e bën me pasion, po edhe mërzitesh në një çik kur nuk të përputhen ato të tjerat. E vërtetë është, kjo qëndron për gjithë, vetëm për mua. Qëndron për pjesën më të madhe këtu në Shqipëri, të artistëve dhe sportistëve bashkë. Është pjesën më të madhe. Më bëj jo vetëm për artin e sportit, por për çdo gjë. Jo, për çdo gjë, ajo nuk diskutohet, po ideja është për shembull që ne që nuk jemi artista, për shembull, që nuk jemi futbollista apo sportista, pjesën si puna jote, për shembull, dhe artistat e tjerë i romantizojnë një çik. Edhe ndonjëherë na vjen më shumë keq për ju se sa për veten tonë. Që është ajo pjesa e artistit. Se artisti është një individ që të argëton, e kupton, edhe normalisht nëse të pëlqeni do të mirën. Kjo është e vërtetë se thonë shumë njerëz, shumë dashamirës tonë thonë sa po theti. Thonë, kjo është e vërtetë. Është e vërtetë, është ajo lidhje që krijon artisti me publikun. Do si ajo shpreha që thotë nuk ka si tjetë edhe njeri i keq edhe artist. Nuk ka si tjetë. Apo dhe një njeri i keq dhe sportist. Po, jo, është merita e gjithë secilit, domethënë, si sportisti, si artisti që e krijon atë lloj lidhje me publikun, domethënë. Veta, secili ka vlerësime dhe merita dhe veta. Secila sportist, artist, çdo gjë tjetër. Unë kshu jam, domosht ta thash më parë, kam përkrah gjithë, i kam ndihmuar të gjithë, vetëm anë profesionale, po edhe anë me fjalë të mia, mos demoralizoj njerëzit. Gjithë kolegë që kam. Qoftë nga cirku, qoftë nga baleti, qoftë nga sporti, nga të gjithë. Sa gjëra do kishin ndryshuar ashtu sikur të gjitha kishin ata sikur të thonë një fjalë të mirë, do kishin ndryshuar shumë gjëra. Me dhënë jetës pozitivitet. Jep jetës pozitivitet. Mendo pozitivisht që të vinë gjërat pozitivisht është. Normalisht. Është që thjeshta, po e fake it until you make it, e kupton, normalisht sillesh pozitiv edhe kur gjërat janë keqe dhe do vi një pjesë që të rregullohen. E vërtet. Vërtet do të shpresu tash. Normalisht, gjithë ajo fati ajo është thjesht në vendin e dur, në momentin e dur edhe të jap dur, pastaj. Bravo. Eksakt. Te po i saktë jeni. Rubi mirë, e thoj pak në shikuese, domethënë ku mund të gjejnë
në llogarit në Instagram, edhe ku mund të promontojnë shfaqjet e cirkut. Atëherë, për sa bët, ku të ngjenë mua shumë e thjesht, grupi cirkut, Instagram, Facebook, grupi Viz Poshtë Cirkut, kuptohet. Adresa është e hapme duke është private. Edhe në Instagram dhe Facebook po të njëjtin emër kam. Ndërsa për shfaqjet është shumë shpejt, besoj shumë shpejt të fillojmë në Qendra Kristal, ke salla e teatrit, të fillojmë shfaqjet tona si përpara, besoj edhe do filloj dhe një reklam në gjë të tipet të tregohet popullit edhe lokacionin ku do jemi. Se momentarisht nuk e di asnjëri që ne po shkojmë aty. Ja u thash juve. Po. Thjesht bëj një tip postimi në Instagram, po se kam pa të gjithë akoma. E thash shumë shpejt cirku do filloj shfaqjet në Qendra Kristal. Por edhe rutina ime do jetë tash aty. Jo në qendër, do jetë nga shtëpia e Qendra Kristal për ditë. Perfekte. Edhe besoj që do fillojmë të jemi aty ku ishim. Gjithë institucion. Unë bashkë me kolegët e mi, sigurisht. Shpresoj, vërtet shpresoj domethënë që të riktheheni fuqishëm. Personat mund t'i blejnë biletat vetëm atje apo mund t'i blejnë online? Jo, mund t'i blejnë ke cirku aty biletat, ke biletaria, ku tjetë ke Qendra Kristal, se tash ke cirku, aty mund t'i blejnë, aty ke skena, poshtë, është biletaria, mund t'i blejnë vend direkt, s'është nevojë ta promotojnë. Po, okay. Po do t'i promotojnë, s'është problem, po mu i blejnë dhe në vend biletat. Do më dje kështu ka funksionuar, nuk e di tash si do funksionojë, po dje kësë për funksiononte. Mirë. Unë do t'i fus domethënë edhe linkun në Instagramit, edhe linkun në Facebookun në description, gjithsesi. Unë të falenderoj se erdhe, u bë shumë qefi. Edhe shpresojmë që të kemi arritur disa njerëz të tjerë që nuk e kanë ditur për cirkun, si puna ime për shembull, edhe mbase ka edhe njerëz të tjerë që interesohen, edhe shpresojmë të kaloj fjala gojë me gojë. Inshallah, shpresojmë. Edhe ju tepër sa jeni. Faleminderit. Gjithë mirë, pastaj e kalofshim mirë. Faleminderit gjithashtu dhe ju.